Të dashur shqiptar, sa herë që shikoj figurën e Panit, figurën e këtij përbindshi gjysëm cjap, gjysëm peshk, është figura e djallit, e demonit. Kjo është figura e Grekut. Grekët janë demon. Grekët kanë ndryshuar toponimet e Shqipërisë dhe i kanë bërë toponime greke sipas një ligji të miratuar nga Partia Demokratike dhe të formuluar nga Sali Berisha dhe Edmond Spaho. Emri të cilit vjen nga Spaho, që do të thotë kalorës në turqisht, Spahi. Është varianti i greqizuar i fjalës Spaho. Nuk është fjalë greke. Dhe ai bën gati ligjin për ndryshimin e toponimeve të Shqipërisë në toponime greke. Ndërkohë që grekët në Greqi i kanë ndryshuar të gjitha toponimet e tyre të lashta, sepse mendonin se ishin të lidhura me Pellazgët, me Arvanitasit dhe i ndryshuan ato. Kanë ndryshuar toponimin Hellas, origjinë në fjalës Hellada, në Zotikos, që do thotë si jeta. Kaq të ligjë janë kanë ndryshuar identitetin e tyre, vetëm nga frika se mos fjala Seloi, që ka dhënë Hellas, Heloi në greqisht, mos ishte ndoshta një fjalë arvanitase lumi Sella ose Sjella. Këtë frikë kishin, prandaj e hoqën fjalën Hellas. Helenët mund të kenë emrin e fjalës Hella ose Sjella në gjuhën arvanitase. E kanë hequr. Emri Hellada është ai që sjell lajmin e zotave. Këto ishin Helloi. Tani, qa bëjnë grekët? Heqin emrin e bukur Filia në Filat. E kanë hequr dhe e kanë bërë Kestron. E kanë ndruar dhe një herë tjetër e kanë bërë Ilium, Ilias, Troj. E kanë ndryshuar këtë emër 3 herë. Ku është Filati? Është vendi ku banonin çamët ose banorët Thyamis. Thyamis do thotë të bësh sakrificë për zotat. Këta ishin njerëzit më hynor, çamët, dhe ata u përzun nga vendet e tyre. Çamët që janë iliro-helen, gjuha shqipe shumë e ngjashme, si 2 pika ujë e dialektit dorik. Këto janë zbulime të mia të papara. Fjala miza e shqipes ka ardhur nga myza, gjuha e Cakonjas, që ka ardhur nga myga, gjuha e grekërve pontik, që ka ardhur nga mia, që do thot miza në gjuhën e Atikës. Kjo është për të qartë. Tani, fjala filia do thot dashuri në gjuhën greke. Filos, i dashur në gjuhën greke. Filia bëhet filea sipas autorëve të Bizantit dhe është një sektor në Konstantinopoj. Filea quhej në Bizant, e banuar nga Ilir. Dhe këta Ilir banojnë dhe në Fileates, janë banorët e Fileas, sipas Bizantit, fjalorit të Bizantit. Këto janë çamët gjithashtu. Fileates, që do thot njerëz të dashur. Është origjina e fjalës bli në gjuhën shqipe, se PH-ja ka dhënë F të aspiruar në greqisht dhe B të pa aspiruar të zëshme në ilirisht dhe në gjuhët kelte. Bil ose bile do të thot i dashur në gjuhët kelte, por është dhe fjala vajz bile. Është gjetur dhe fjala vajzë bile në gjuhën mesape, që është e pastër helene si gjuhë. Gjuha mesape është gjuhë që vjen nga Mesenja. Kjo është gjuha mesape.
Dhe ata u vendosën në Italinë e Jugut dhe kanë fjalën bile. Fjala bil do të thotë i dashur në gjuhën e keltëve. Në gjuhën gjermanike ka marrë kuptimin e një përbindësi të vogël që banon në pemë. Në gjuhën helene ka marrë kuptimin e blirit, në gjuhën shqipe gjithashtu është blini. Është pemë e dashur. Përse do thoni ju? Kjo është shumë e bukur. Pema e blirit ishte e dashura e perëndis Kronos, perëndisë së qiellit, që vrau babain e tij dhe ndau qiellin Uranos nga toka, Gea. Dhe midis tokës dhe qiellit që i ndan këto të dy, filluan të banojnë Kronos dhe Rea. Ne do ta shikojmë në filma të tjerë. Fjala Rea është origjina e fjalës re në gjuhën shqipe, reshjeve. Reja i shikon se si po bën të dashuri Kronos me një vajzë që kishte emrin e Blirit. Dhe tani Reja bëhet shumë xheloze. Kronos i tmerruar kur pa gruan e tij u largua në formën e një kali me galop të shpejt. Reja e çmendur nga xhelozia e kthen fëmijën e tyre në një kal, Chiron. Fjalë për fjalë do thot duar. Fjala Chiron në helenisht. Ishte kal, gjysmë kal dhe gjysmë njeri. Do me thënë kal, pjesa e poshtme, njeri pjesa sipërme me duar. Dhe kaq shumë tmerrohet nëna e Chironit, sa që ju lutet zotave ta kthejnë në çdo lloj bime, vetëm jo formë njerëzore. Dhe ata e kthejnë në pemën e Blirit. Pra, e dashura e Kronosit kthehet në bli, sepse nuk duronte dot që fëmia e saj ishte gjysmë kal, Chironi. Kjo është origjina e fjalës bli. Do thot pemë e dashur në shqip, njeri i dashur në gjuhët kelte, por në gjuhët gjermanike ka kuptimin e demonit të pemëve. Pra është kaq afër me gjuhën shqipe, fjala bli. Ky është zbulimi im dhe e kam bërë duke studiuar pikërisht fshatin Filat të shqiptarëve. Grekët duan të ndrojnë këtë emër përsëri për herë të katërt, Filatin. Akoma janë shtëpitë e djegura në Filat të shqiptarëve. Ju lutem shqiptarëve çam, merreni këtë film falas nga unë. Nuk i dua të drejtat autorit, unë dua që çamët të kthehen në shtëpinë e tyre. Ata janë banorët e lumit Thyamis. Kjo është origjina e fjalës çam. Ka kuptimi sakrificë për zotat. Çamët janë njerëzit më hynor në të gjithë gadishullin ilirik. Kanë ruajtur elemente të gjuhës iliro-helene në gjuhën e tyre. Do ta shikojmë në filma të ardhshëm. Janë një urë lidhse midis helenëve dhe ilirëve. Kuptohet që janë shqiptarë. Emri Filates është ruajtur në dokumentat e Bizantit. Ata thonë që këta janë banor në Bizant, ilir. Pra, emri Filat ka ndryshuar sipas ligjeve fonetike të gjuhës arvanitase. Filiates është bërë Filates. Këta janë banorët e qytetit Filat, ka qenë qytet, tani është bërë fshat. Grekët e kanë ndruar këtë në Kestrion, e kanë ndruar në Ilium, në Troj, për arsye se në Azinë e vogël, pra dhe në Bizant, kanë jetuar Filiates, njerëz të dashur, ata që besonin tek perëndit e pemëve. Këto quheshin druid në keltisht, por janë dhe çamët, ata që besojnë në shpirtrat e Blirit të pemëve. Kjo është për të qarë që vëllezërit tanë grek kanë përzën vëllezërit e tyre ilir nga tokat e tyre. Akoma lëshojnë tym shtëpit e çamëve të dashur shqiptar dhe kjo është dhurata më e bukur që unë po ju bëj atyre sot. Merrni falas këtë film, shënimin poshtë filmit është rënja indoeuropiane për fjalën blini, zbulimi im,
Ju faleminderit shumë për vëmendjen. Ju dashuroj me gjithë shpirt. A kuptoni apo jo? Çfarë kam bërë unë për shqiptarët? Kam zbuluar që ka një lidhje të jashtëzakonshme midis ilirëve dhe helenëve. Dhe mos e quani vetëm pellazg, ju e keni emrin Arvanitas ose Albanoi. Për iftërinë që bëni sakrificë kafsh me njollë të bardhë, lop me njollë të bardhë, çdo lloj shpendi me njollë të bardhë. Këta janë albanët dhe janë gjetur dhe në Rom. Alba Longa, atje ishin gjithashtu albanët. Jo në Kaukaz. Në Rom, themeluesit e Romës janë albanët. Ju faleminderit shumë për vëmendjen, të dashur shqiptar. Ky është identiteti juaj, jo pellazg. Është e sigurt. Albanët janë ilirë që flisnin dialektin dorik. Albanopolis është në Arban. Gjuha greke është shumë e ngjashme me gjuhën shqipe, por kjo nuk dallohet me shikim të parë. Duhet të studioni fjalorin e gjuhëve indo-europiane që unë e kam nxjerr falas në internet. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor, ju dua shumë të gjithëve. Me gjithë shpirt.